Një gjendje shqetësuese është duke ndodhur në fermën e Tahir Berishës nga Gjurgjeviku i Klinës, ku vetëm brenda 3 ditëve të fundit i kanë ngordhur 5 krerë gjedhe qumshtore. Nga gjithsej 21 krerë, fermeri Tahir Berisha thot se tashmë i kanë ngelur vetëm 14 cosh, ku thot se shumica prej tyre kanë simptoma të njëjta. Ky fermer dyshon se gjedhet i janë infektuar përmes 7 të tjerave që i kishte bler kohët të fundit e që thot se ishin importuar nga Franca përmes një kompanie vendore. Unë i kom pas shnusha, 100%, edhe me 2 ditën mu ka shfos se atë po supozoj edhe të kom e dalë, se vinë artë së mund të lept më kanë mu infekcionin. Me ardhën e tyne mu ka shpërthy kjo epidemie, nuk e di, nuk e di ala skandale të datët, jem pritje, djem kohë, sedim kohën, jem pak më befustën, pak se unë nuk e di, a shkën shpeta, shkën ka dole, nuk e di unë, që më laborator e atin, asë nuk kam atë ndorë, po më duket pak mu, dhe mu që këtu gjendja, familje këla heken. Berisha thot se duke qenë se dëmi i tij kalon shumën prej 20.000 eurosh, kërkon përkraje nga institucionet vendore. Mu ka bo dëm dikon 20.000 euro e për te. Edhe 4 janë të smuta. Po shinë si edhe këtë tjera janë, se unë i një, atin paka shumë se që shhojnë e qërë, dhe me thonë unë jemi dëmë të në temose. Shtu që si kësha kërkuun me ndimu të qysh qeveria, nga Ministria Bujqësisë, nga komuna. Për të parë nga afër gjendjen e krijuar, kanë ardhur edhe inspektorët e AUV-it, të cilët i kanë marrë mostrat për analiza të mëtutjeshme. Muharrem Shahini, zyrtar në këtë institucion, përmes një përgjigje me shkrim tha se mostrat janë dërguar në laboratorin e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës dhe po i presin rezultatet.